Sezoni turistik ka vetëm pak kohë që ka nisur dhe vendi ynë po pret dhe përcjell çdo ditë qindra emigrant dhe vizitor. Ndërkohë, situata në pikën doganore të Kakavijës paraqitet e qetë. Pala shqiptare po operon me 4 sportele, 2 në hyrje dhe 2 në dalje, ndërsa pala greke po funksionon me 3 sportele, 1 në hyrje dhe 2 në dalje. Udhëtarët që kalojnë nga kjo dogan për mikrofonin e RTS-s janë shprehur se procedurat janë të shpejta dhe pa vonesa. Me thënë të nuk është se kemi pasur probleme në një, kemi kalu normalisht, do ndoshta tani është fluks vere, do më thënë që ikim me pushime, më të ketë pak ngarkesë, po sot është herë e parë që po vonojme që. Nëse presim më shumë, normal që do mërzitemi, po tani 20 minuta kemi, besoj se ka dhe radhë para. Për aq kohë sa kemi lëvizur, kemi kalu normalisht, nuk është se kemi pas këtë eksperiencë kam vetë, ndoshta të tjerë mund të kenë që lëvizin më shpesh, mund të ketë pas pengesa, nuk e di. Normale. Ju jetoni në Shqipëri apo në Greqi? Në Greqi. Sa shpesh e bëni këtë rrugë? Bëjmë zakonisht festave dhe në nevojë familjare. Sipas pikut, kur ka ngarkesë, vonohen njerëzit. Kurse perioda të tilla që është e qetë, për mua normale. Unë s'kam pas asnjë problem. Në 24 orët e fundit, shërbimet kufitare kanë përpunuar gjithsejt 4.563 shtetas në hyrje dhe dalje, konkretisht 2.494 hyrje dhe 2.151 dalje, ndërsa përsa i përket mjeteve janë përpunuar 1.807 automjete, nga të cilat 920 në hyrje dhe 887 në dalje.